Mitrovicës dhe Zveçan, komuna këto që janë të banuara kryesisht me shumicë serbe. Pra janë disa këto prej lajmeve të cilat i kemi në portalin mund t'i lexoni edhe në portalin koha.net, e ne tani do të vazhdojmë me një lidhje tjetër direkte ku e kemi korespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj. Atëherë, Augustin, se po na dëgjon, cilat janë pritjet e Bashkimit Evropian nga këto zgjedhje të cilat po i zhvillon sot Kosova, pra zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvende komunale? Përshëndetje, po ju dëgjoj. Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i interesuar për këto zgjedhje, edhe pse fjala është vetëm për zgjedhje lokale. Jo që u intereson se kush do të fitojë në cilën komunë, por para se gjithashtu u intereson që procesi zgjedhor të jetë i qetë dhe që qytetarët të mund të ushtrojnë të lirë, pa ndërhyrje nga jashtë mundësinë e tyre për të votuar. Kur e them këtë, e them edhe për shkak se ka pasur në prag të zgjedhjeve thirrje nga Bashkimi Evropian që të mos ketë ndërhyrje nga jashtë dhe që të mos përsëriten rastet kur ka pasur ndërhyrje të tilla, sidomos në veri të Kosovës. Por ajo që u intereson në BE është po ashtu që pas procesit zgjedhor të konstituohen pushtetet e reja lokale dhe në veçanti interesi i tyre është për veriun e Kosovës, ku presin si një kthim pozitiv sipas tyre, kthimin e serbëve të Kosovës në veri të Kosovës në institucionet e Kosovës. Siç dihet, ka tash disa vite që serbët ishin larguar nga ato institucione dhe është hera e parë që ata tash nuk i bojkotojnë zgjedhjet, me çka në një mënyrë pranojnë që në kuadër të ligjeve të Kosovës dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të marrin pjesë në këto zgjedhje, kështu që kjo së paku nga BE-ja shihet si një fillim i rikthimit të serbëve në institucionet e Kosovës, e kjo nga Bashkimi Evropian konsiderohet e rëndësishme edhe për proceset që do të pasojnë më vonë pastaj në zbatimin e disa pjesëve të disa prej marrëveshjeve të Brukselit që janë arritur në kuadër të dialogut. Sepse siç e dimë, edhe pse raportet dialogu ka të bëjë me normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt shumica e dialogut është për pozitën dhe rolin e serbëve brenda Kosovës dhe mënyrës se si do të rregullohet edhe angazhimi i Serbisë për të ndihmuar serbët në Kosovë, gjithmonë duke pasur parasysh se duhet të respektohen ligjet e Kosovës. Zakonisht Bashkimi Evropian nuk interesohet për zgjedhje lokale, por ja që në rastin e Kosovës ato kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, ndoshta edhe më shumë se sa zgjedhjet e përgjithshme. Gjithmonë kur themi tek interesimi i BE-s, po e përsëris se nuk ka ndonjë dëshirë për ndonjë favorit, kënd do ta shihnin si fitues, kënd jo, por para se gjithash u intereson që Kosova edhe me këtë proces zgjedhor të dëshmoj pjekurinë politike, demokratike dhe së paku funksionimin e ligjeve zgjedhore, që në rastin e Kosovës me gjithë mangësitë që janë adresuar aty këtu, konsiderohen të jenë madje edhe mbi standardet që shihen në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Augustin, duke referuar pra problemeve që kanë qenë të kaluara sa i përket ambientit zgjedhor në komunat e populluara me shumicë serbe, ka edhe sot pra raportime që ose le të themi ka pasur akuza edhe prej zyrtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor sa i përket votime kolektive në veri për të siguruar se njerëzit se lista serbe është atje subjekti kryesor. E dinë se në të kaluarën edhe misioni vëzhguese të Bashkimit Evropian pati konstatuar le të themi mbytje të pluralizmit politik në atë pjesë. Pra, ekzistojnë shqetësime të tilla në mesin e Bashkimit Evropian që do ta preknin mbarvajtjen e procesit zgjedhor? Në BE presin, sikur edhe në rastet e tjera të zgjedhjeve, tash gjithmonë varet se në çfarë mënyre parashtrohet pyetja dhe kujt. Nëse parashtrohet pyetja në mënyrë zyrtare dhe formale, përgjigjja është se në Kosovë, me ftesë të presidentes Vjosa Osmani, është vendosur një mision vëzhgues zgjedhor i Bashkimit Evropian dhe ky mision do të përpilojë një raport pasi të kryen zgjedhjet. Pastaj, natyrisht, nëse ai komision verifikues apo dhe vëzhgues i zgjedhjeve do të gjejë prap raste të tilla, do t'i përmendin në raport. Dhe Bashkimi Evropian po ashtu do t'i përmend në raport, siç i ka përmendur gjithmonë edhe në të kaluarën. Pra, tash e disa vite, edhe në raportet nga procesi zgjedhor, edhe në rezolutat të Parlamentit Evropian,
edhe në raportet e progresit për Kosovën nënvizohet se në mesin e serbëve të Kosovës, sidomos në veri, nuk ka një pluralizëm politik të lirë çfarë ka në tërë Kosovën, dhe se kjo ka qenë shpesh edhe në prag të zgjedhjeve lokale, por edhe të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë atyre parlamentare, ku ka pasur raste të friksimit, të presionit, të trysnisë në mënyra të ndryshme, sidomos ndaj atyre që janë kandiduar kundër listës serbe. Por, përkundër të gjitha këtyre vërejtjeve që ka dhënë Bashkimi Evropian, asnjëherë nuk ka pasur ndonjë mas as ndaj Republikës së Serbisë, edhe pse të gjithë e dinë se ndikimi është nga Beogradi, nga qeveria, nga partia në pushtet në Serbi, dhe nuk ka pasur pasoja as për listën sërbska në Kosovë. E në anën tjetër, për shkak të veprimeve që kanë bërë autoritetet e Kosovës, ka pasur masa ndaj Kosovës, sepse ato janë parë si hapa përmes të cilave janë nxitur tensionet në veri të Kosovës. Tash pra do të shohim se si të shkojë procesi zgjedhor, çfarë do të jenë vendimet nëse do të ketë ankesa, dhe cili do të jetë verdikti edhe i këtyre vëzhguesve që kanë ardhur të monitorojnë zgjedhjet në emër të Bashkimit Evropian. Atëra, Agustin, si që përmendë, pra rëndësia ose fokusi është më i madh edhe për shkak të zhvillimeve që kanë pasuar këto vitet e fundit dhe që kryesore ishte ndërheqja pra serbëve nga institucionet lokale në veri të vendit, dhe ajo që pritet pra të pasojë pas këtyre zgjedhjeve që do të jetë zhvillimet më kryesore. Ka shqetësimin e themi kështu me rikthimin e një subjekti i cili ka qeverisur pra në të kaluar në atë pjesë, edhe për shkak të atyre vendimeve që ndërkohë ka ndërmarrë qeveria qendrore e Kosovës dhe kryetarët shqiptarë që kanë qenë në atë pjesë, pra në kuptimin e qoftë të vendimeve që mund të kthehen mbrapsht nga kryetarët e arshëm, apo edhe atyre që ato procese për të cilat përmendet se duhet të merret Kosova pra pas këtyre zgjedhjeve lokale që kanë të bëjnë edhe me përfaqësimin e komuniteteve, jo shumicë këtë rast komunitetit serb. Po, në fakt këtu bashkëbiseduesit janë korrekt dhe konkret. E pranojnë se fakti që në 4 komuna në veri të Kosovës, kryetarët e komunave janë shqiptar, nuk është për shkak të synimit të shqiptarëve që të kenë kryetarët e komunave atje, por është për shkak të zbrazësisë që kanë lënë serbët me largimin e tyre nga këto institucione. Dhe për të thënë të vërtetën, Bashkimi Evropian ka konstatuar se në këtë mënyrë serbët e Kosovës dhe Beogradi kanë bërë shkelje të marrëveshjes së Brukselit, dhe se largimi i tyre nga institucionet e Kosovës, nga policia, nga gjyqësori, nga organet komunale, ka qenë një kthim serioz prapa në zbatimin e obligimeve nga dialogu i Brukselit. Dhe tash janë të lumtur pse serbët kanë vendosur të marrin pjesë në këto zgjedhje, dhe tash janë kurreshtar të shohin se si do të veprohet në të ardhmen. Dëshira është që kthimi i tyre të jetë i bazuar në ligjet e Kosovës, duke respektuar rregullat dhe ligjet e Kosovës, sepse kështu thotë edhe marrëveshja e vitit 2013. Pra, zgjedhjet në Kosovë zhvillohen sipas ligjeve të Kosovës. Në anën tjetër, deklarimet që vijnë nga zyrtarët e Beogradit se kinë përzira e Beogradit në ato zgjedhje nuk është përzire nga jashtë, sepse Kosova është pjesë e Serbisë. Pikërisht zhvillimi i këtyre zgjedhjeve dëshmon se nuk është ashtu, se po të ishte Kosova pjesë e Serbisë, nuk të organizonte Kosova zgjedhje dhe serbët nuk do të merrnin pjesë në to. Në një mënyrë me pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ata e bëjnë një de facto njohje, sepse siç kemi thënë disa herë, njohja de facto është mënyrë e veprimit, nuk është një akt. Pra presin që gjithçka të kthehet në një mënyrë, në një proces më normal të zbatimit të obligimeve nga procesi i dialogut. Nuk është sekret se jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Kvintit, që përfshin vendet që mbështesin më së shumti pavarësinë e Kosovës, duan të shohin edhe zbatimin e obligimit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dhe për të nisur ky proces, së pari duhet të ketë një vullnet në Prishtinë, tek autoritetet qendrore, pastaj të ketë vullnet edhe nga komunat që duan të jenë pjesë e atij asociacioni, dhe prandaj dojnë të shohin se si do të zbatohet rezultati i zgjedhjeve, kush do të ketë pushtetin e ato komuna dhe si do të sillen ato. Në anën tjetër duan që të ketë më shumë besim në mes të gjitha palëve,
pikë së pari në mes të autoriteteve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, në anën tjetër në mes të bashkisë ndërkombëtare dhe zyrtarëve që përfaqësojnë serbët e Kosovës, por edhe Beogradin, dhe në fund edhe në mes të qeverisë së Kosovës, pushtetit qendror me pushtetin lokal ku në pushtet do të jenë serbët. Të gjitha këto janë tema për të cilat ka kurrështje në Bruksel dhe duan të shohin se si do të zhvillohen në të ardhmen, prandaj si thash edhe i konsiderojnë të rëndësishme këto zgjedhje lokale. Raportin mes pushtetit qendror dhe atij lokal, pra vetëm 2 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, pati një zhvillim në kuvendin e Kosovës ku nënkryetari nga radhët e komunitetit serb nuk i takon pra subjektit më të madh përfaqësues të këtij komuniteti, këtë rast listës serbe, pasi u konsumuan ato të 9 kandidaturat pa të listës serbe, i erdhëron një deputeti tjetër të këtij komuniteti që u votua me shumicë nga ana deputetëve të kuvendit, po ashtu paranimuar se rasti mund të dërgohet sërish nga lista serbe në gjykatën kushtetuese, pra duke referuar këtyre zhvillimeve në nivelin qendror dhe këtyre që pritet të pasojnë pas këtyre zgjedhjeve lokale në komunat e veriut të Kosovës, pra si shihen këto zhvillime në Bruksel, duke pra le të themi fillimisht edhe tek zgjedhja në kryetarin nga radhët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës. Nuk ka ndërhyrje, nuk ka reagime dhe nuk ka asnjë dëshirë nga Bashkimi Evropian që të ketë ndërhyrje në këtë. Do të respektojnë çdo vendim që marrin autoritetet përkatëse të Kosovës. Pra, nëse në Kosovë gjykatat do të shprehin ndonjë mendim dhe të konstatojnë që ka pasur shkelje, atëherë presin që ato vendime të respektohen. Pra, gjithmonë nga Bashkimi Evropian thonë se duan që procesi të jetë më i shpejt, që Kosova të ketë institucione, që bashkia ndërkombëtare të ketë bashkëbisedues të duhur atje me autoritet dhe legitimitet dhe legalitet të plot. E kush do të jenë ata nuk është çështje e bashkisë ndërkombëtare, por është diçka që u takon qytetarëve të Kosovës të vendosin, e nëse do ketë ndonjë ngërç politik, u takon subjekteve politike që të gjejnë një zgjidhje politike, e nëse ka zgjidhje politike që nuk janë në përputhje me ligjin, atëherë janë procedurat ligjore që duhet të ndiqen dhe në rastin e Kosovës janë ndjekur, sado që të gjatat që kanë qenë, duke shkuar deri tek gjykatat supreme, pastaj edhe gjykata kushtetuese, dhe ato kanë dhënë mendime, prandaj në Bruksel vetëm presin që të gjithë faktorët të respektojnë ligjet e Kosovës, vendimet e gjykatave dhe të respektojnë standardet demokratike të proceseve zgjedhore. Edhe një pyetje të fundit, Augustin, që lidhet me vizitën pra në pritje të përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, pra von der Leyen, e cila pritet të vijë me 15 çatur nëse nuk ka bëj tetor në Kosovë, pritet të sjellë ndonjë lajm, ka shumë çështje të cilat kanë mbetur pezull, e siç dihet, pola kosovare, qeveria, por edhe presidenti po insiston në heqjen e masave që Bashkimi Evropian i kishte vendosur pikërisht për shkak të zhvillimeve pra që i kishim në veriun e Kosovës. Nuk e di sa i përket masave, nuk besoj, por gjithsesi ajo vizitë është në kuadër të një turneu rajonal në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, do të nisë nesër në Tiranë. Atje do të merr pjesë edhe në forumin për investime në Ballkanin Perëndimor, pastaj do të shkojnë në Maltezi, në Bosnjë-Hercegovinë, në Serbi, në Kosovë dhe do të përfundoj pastaj në Shkup vizitën në 6 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ajo do të sjellë porosin për vazhdimin e përkushtimit të Bashkimit Evropian për të mbështetur dhe për të vazhduar procesin e zgjerimit, gatishmërinë e BE-s për investime në Ballkanin Perëndimor dhe më konkretisht për të paguar mjetet nga pakoja e rritjes në Ballkanin Perëndimor. Kur jemi këtu, ajo nuk mund të sjellë lajmet, sepse lajmet duhet të vinë nga Kosova. Bashkimi Evropian çmoti që në vjeshtën e vitit të kaluar ka qenë i gatshëm që të kryej pagesat e para prej mjeteve të kësaj pakoje për rritje, e ka bërë për të gjitha shtetet përpos për Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës nuk ka pasur një agjendë të reformave të pranuar nga Komisioni Evropian. Në rastin e Kosovës, Kosova ka qenë ndër të parat që i ka plotësuar kushtet, por për të marrë mjetet të tilla, një pjesë së cilave është në formën e kredive, duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ato marrëveshje sipas ligjeve të Kosovës konsiderohen marrëveshje ndërkombëtare,
dhe kur janë të tilla duhet të nënshkruhen nga qeveria dhe të kalojnë me 2/3 në kuvendin e Kosovës. Kjo nuk ka qenë e mundur në kohën kur Kosova nuk ka pasur kuvend të konstituar dhe nuk ka pasur qeveri me legitimitet të plot. Tash, nëse Kosova do të jetë në gjendje që ta tejkaloj këtë pengesë shpejt, atëherë edhe pagesa mund të vijë më shpejt. Por këtu është më shumë çështje procedurale se sa çështje vullneti politik. Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, nuk e ka fuqinë për të vendosur për gjëra të tilla, sepse siç e dim në raporte me Kosovën ndiqet edhe mendimi i vendeve anëtare, e aty kur janë në pyetje masat ka pasur një vendim për heqjen graduale të tyre, por edhe kjo heqje graduale nuk ka ndodhur vetëm në disa raste simbolike, por jo edhe në mënyrë të duhur për të parë Kosova ndryshimin në qasjen e Bashkimit Evropian. Tash, zgjedhjet do të mund të ndihmojnë në këtë aspekt, nëse gjithçka shkon në rregull në procesin zgjedhor, nëse nuk do të ketë tensione, nëse nuk do të ketë pengesa, sepse ka raporte nga disa qarqe ndërkombëtare që vinë se Kosova do të pengojë pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje etj. Madje edhe përpjekjet për të parandaluar pjesëmarrjen e lista sërbska në këto zgjedhje ishte parë edhe si një dëshmi se BE-ja akoma duhet t'i mbajë masat për çdo rast, sepse nuk mund të besohet të gjithëve në Kosovë kur është në pyetje e drejta e serbëve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, por gjithsesi një mirëvajtje e këtij procesi do të ndihmojë edhe për të bërë presion ndaj Komisionit Evropian dhe ndaj atyre vendeve që akoma nuk janë në favor të heqjes së atyre masave. Atëherë, Augustin, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte nga Brukseli. Ju falenderoj po ashtu. Pra ishim një lidhje direkte me korrespondentin tonë nga Brukseli, Augustin Paloka, i cili ofroi perspektivën e Bashkimit Evropian dhe pritet që ata kanë nga këto zgjedhje lokale, e që kryesisht pra kemi parë dhe këto në Kosovë do nika që interesime se fokusi më i madh i tyre ka qenë në komunat e Veriut, pikërisht për shkak të atyre dorëheqjeve që i kishim në vitin 2022 dhe në farë forme që është në vazhdim që nuk ata kryetarë shqiptar faktikisht si kanë përfaqësuar shumicën në atë pjesë të vendit, por mbetet të shihet se si do të shkojë procesi i votimit dhe se cilat do të jenë rezultatet faktikisht në këto komunat e Veriut dhe po ashtu edhe në komunat e tjera, jo vetëm që udhëhiqen nga komunitetet jo shumicë, por edhe nga komuniteti shumicë shqiptar këtë rast dhe komunitetet e tjera që janë faktikisht në Kosovë. Në fillim shohim pra që ka një fokus edhe sot ditën e zgjedhjeve në komunat veriore, sepse e përmend edhe ti që kemi parë më herët ambasadori britanik dhe ambasadori i Bashkimit Evropian, cilët kanë qëndruar atje dhe kanë përcjell përse afërmi zhvillimin e procesit zgjedhor në komunat veriore, ndërkohë e përmendëm edhe më herët që kemi raportuar gjatë ditës për votimet kolektive që kemi parë në orët e paradisës të qytetarëve serb në komunat veriore, disa incidente që tashmë janë regjistruar që po besoj pas pak me koordinatorën nacionale Laura Pula do të kuptojmë detajet e këtyre incidenteve të regjistruara deri më tani. Ndërkohë, fillim për t'u kujtuar pak pra qytetarëve se si votohet sot në zgjedhjet lokale. Mënyra e votimit dhe zgjedhjes së kryetarit komunës është domethënë njëjtë si në zgjedhjet e mëhershme, mbetet procedura e njëjtë, secili kryetari i komunës zgjedhet drejt për drejt nga votuesit e komunës ku janë regjistruar dhe kandidati i cili zgjedhet kryetar duhet fitoj minimum 50% plus një vot numrit përgjithshëm në atë komunë për të zgjedhur kandidat dhe nëse nuk kjo